بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Do të vazhdojmë me mësimin tonë të radhës nga libri i dobishëm me temë Gjawamiu al-Ad'iyati Nabawiyya, pra përmbledhje e lutjeve dhe duave pejgamberike të shehut të nderuar Abdurazak Ibn Abdul Muhsin Abbad al-Badr, Allah ruajt atë dhe t'jadin e tij dhe na dhënë dobi nga ky libër. Në mësimin e kaluar vazhduam komendin dhe sqarimin e lutjes dhe istighfarit profetik që përmbante kërkim falje, jo vetëm të përgjithshëm, por edhe të detajuar, dhe arritëm tek fjala e autorit i cili thot ky pranimi i llojeve të ndryshme të gjunaheve, ato gabimisht me qëllim teprime në çështje apo nga pasuria, është porta e pendimit, pra dera e madhe e pendimit dhe e kthimit të bukur tek Allahu. Pra që robi të pranoj thellësisht mangësitë e tij dhe larmishmërinë e gabimeve dhe gjunave të tij, si dhe shkujdesjen dhe neglizhencën ndaj të drejtës së Allahut të plotfuqishëm e të lartësuar. Dhe thamë që në kohën tonë faktorët dhe shkaqet e shkujdesjes së robit nga dhikri i Allahut, nga adhurimi i Allahut, veçimi i tij dhe bindja e Allahut janë shtuar. Pra ne të gjithë në përduar dhe në përxhepa dhe në përbanesa kemi këto mjete që i quajnë smart, këto celular dhe telefona smart. Por se ajo që kemi kuptuar dhe në kanë sqaruar ulemat tanë dhe vërteton atë realiteti është se këto janë një armë e fortë e shejtanit dhe armiqve të Islamit dhe aleatëve të tij kundra muslimanëve. Dhe duhet të jemi të kujdesshëm në përdorimin e këtyre mjeteve, kësaj teknologjie dhe rrjeteve sociale në dobin tonë dhe të Islamit dhe të muslimanëve, dhe të ruhemi nga sherri i madh që kanë këto rrjete sociale dhe këto mjete që ne kemi në duart tona. Kthehemi ke mësimi ynë, thot Sheikh Abdurazaku, fjala e tij pra në lutjen e istighfarin e tij të Pejgamberit sallam, Allahumma ighfirli ma qaddamtu. O Allah, më fal mua atë që kam bërë më parë. Pra veprat e mia të kaluara, domethënë nga gjunat dhe veprat e këqija ose nga neglizhenca në veprat e mia përpara këtij momenti, pra përpara kësaj lutje dhe istighfarit të begat. Wa ma akhartu, dhe atë që kam lënë pas, pra që se kam vepruar ende, domethënë atë që mund të ndodh nga ana ime më pas, pa pas kësaj duaje, nëse ndodh, dhe këtu është shprehur në kohën e kaluar, sepse ajo që pritet konsiderohet sikur si e realizuar. Wa ma asrartu, pra më fal mua atë që unë kam fshehur, domethënë atë që kam mbajtur të fshehet në veten time. Wa ma a'lantu,
dhe ato që e kam bërë haptasi, do më thonë që e kam shfaqur hapur dhe publikisht. Kjo është më rrezikshme akoma, se sa gjunahet e fsheta. Ato që robi i bën publike, këto janë më të rrezikshme dhe më të dëmshme. Pse? Sepse janë si puna asaj epidemisë, asaj smundjes që përhapet. Kurse gjunahet që bën robi i fshehtësi, shpresohet tek Allahu subhanahu wa taala që ai t'i fali ato. Përkundrejt atyre që i bën në publik. S'ka më turp nga Allahu, as turp s'ka nga njerëzit e devotshëm. Ndaj kujdes. Më pas lutet pejgamberi sa më thotë: "Ma anta a'lamu bihi minni." Dhe atë gjuna që ti je më i dishëm, pra e di më mirë se sa unë. Thotë Sheikhu Abdulrazak, Allah rujt, kjo ka dy kuptime. Kjo pjesë e hadithit dhe istighfarit, pra dhe atë gjuna që ti je më i dishëm për të se sa unë, thotë, kjo ka dy kuptime. Së pari, ato gjëra që i kam haruar nga gabimet, nga gjunahet, nga kusuret, nga te i kalimi kufive tua, Allah, nga shkelja e drejtave tua, dhe ndalesave që ti ke vendos për mua, në dobin time, për që unë i kam vepruar. Dhe së dyti, ato që janë gabim të këti, dhe që unë nuk e di se ato janë gabim. Pra këtu hynë çfarë? Padituria, shkujdesja, neglizenca, hutia. Pra së dyti janë ato që janë gabim të këti dhe që unë nuk e di se ato janë gabim. Pastaj vazhdon lutja e pejgamberit sallam dhe thot: "Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhir." Pra ti e ai që të çon përpara, të jep sukses, të ngre lart, dhe ti e ai që të lë prapa. Pra çështjet janë në dorën tënde. Prandaj ne jemi urdhruar nga pejgamberi sallam që të shtojmë duan dhe lutjen që themi la hawla wala quwata illa billah. Si ka ardhur në hadith është kenzun min kunuzil janna, ose kenzun tahta arshir rahman. Është thesar për thesareve të xhenetit kjo shprehje, ose është një thesar në arshin e Rahmanit. La hawla wala quwata illa billah. Nuk kam mundësi ndryshimi i gjendjes situate, as forcë dhe fuqi vetëm prej teje, o Allah. Pra thotë Sheikhu, atë që ti dëshiron e çon përpara dhe e lartëson në shkallët më të larta, e në pozitat larta, dhe atë që ti dëshiron e la të mbrapa, pra e ul atë, e vonon atë. Sigurisht edhe mangësia e robit, mos sinqeriteti, mos dëshira e khejrit, mos kthimi me pendimi shpejt tek Allahu subhanahu wa taala, janë të gjitha çfarë shkak. Nesullah fe nesiyahum. E haruan Allahun, ata i haroj ata. La takunu kalladhina nesullah fe ansahum anfusahum. I dëgjojmë në jetë dhe suret në namazin e Yasis. Mos jini si ata që haruan Allahun dhe ai bëri që të harojnë vetvetet e tyre. E haruan Allahun për mendjen e tij, adhurimin e tij, veprimin e urdhëresave dhe qëllimin pse i kishte krijuar, fenesihum, ai haroi ata. Jo se haruan të hanë, të pinë, të vishën e të jetojnë, jo. Haruan që të përmbushin qëllimin e krijimit të tyre. Edhe do të jenë në xhenem të haruar, Allah na rujt. Pra kjo është el-jazau min jinsi al-amal. Shpërblimi është sipas llojit të veprës. Thotë Sheikhu, kjo pjesë e hadithit ka kuptimin si në fjalën e Allahut të lartësuar, ku thotë: "Wa man yudlilillahu fama lahu min had, wa man yahdillahu fama lahu min mudil." Të di lartësuar i këta jetë, atë që e humbet Allahu, për të nuk ka udhëzues, dhe atë që ai e udhëzon, askush nuk mund ta humbas. Në surën Zumar. Si dhe në fjalën tjetër të Allahut subhanahu wa taala, e cili thotë: "Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana, fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha, fala tadhhab nafsaka 'alayhim hasarat, inna Allah 'alimun bima yasna'un." Thotë i lartësuari, mos ndjej keqardhje o Muhammed për atë që i është zbukuruar vepra e tij e keqe, dhe sa të shumt janë ata në kohën tonë, në kohën kur mizotroni ignoranca fetare
edhe dia fetare është e pakët dhe ulemat janë të pakët, po ju mbasim njëri mbas tjetrit. Pra mos di keqardhje për atë që është zbukuruar vepra e tij e keqe dhe sheh ato si të mirësh. Me të vërtet Allahu e humb këtë doj dhe udhëzon këtë doj, ndaj ti mos u brengos në veten tënde për ta me keqardhje. Padyshim se Allahu di mirë çdo gjë që ata punojnë. Ka në surën Fatish. Pra atë që e udhëzon Allahu, Allah në bëf prej tyre, ai është i ngrituri, ai që ecën përpara, dhe atë që e humbi Allahu, ai është i vonuari, i ulti dhe që mbetet mbrapa, sepse e gjithë çështja dhe vendimi është në dorën e tij, të plotfuqishmit e të lartësuarit. Është sikur fjala e lartësuarit, i cili thotë në Kur'anin Besnik, "Qul Allahumma malika al-mulki tu'ti al-mulka man tasha, wa tanzi'u al-mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, bi yadika al-khayr, innaka 'ala kulli shay'in qadir." Kjo ajet. Qul Allahumma thuaj, o Allah, malika al-mulk, ti je mbreti i gjithë sundimit, sunduesi sundusve. Tu'ti al-mulka man tasha, ja jep sundimet atë që dëshiron dhe ja shvesh, ja hej sundimet atij që ti dëshiron. E ngre dhe ngadhnjen atë që dëshiron dhe ule poshtron atë që dëshiron. Në dorën tënde është i gjithë hajri, i gjithë mirësia. Ti je i plotfuqishëm mbi çdo gjë. Pra atë që udhëzon Allahu, ai është i ngritur dhe që ecën përpara, dhe atë që e humbi Allahu, ai është i vonuari, i ulti dhe që mbetet mbrapa, sepse i gjithë çështja dhe vendimi është në dorën e tij të plotfuqishmit e të lartësuarit. Pra këto dy emra, el-muqaddimu wa el-muakhiru, përmenden këtu, si për shembull edhe fjalët e el-mu'izz dhe el-mudhill. El-mu'izz ai që t'jep krenari dhe të ngadhnjen, krenari dhënësi. El-mudhill ai që të poshtron, ulsi, poshtruesi, sepse meriton robi. Përmenden këtu për të kërkuar afrim tek Allahu përmes tyre. Çfarë thotë i lartësuari, "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Të Allahut janë emrat më të bukur, ndaj luteni atë me to. Pra pejgamberi selam e ka lutur Allahun në këtë dua me këto dy emra prej emrave të tij subhanahu wa ta'ala. Pra duke kërkuar afrim tek Allahu përmes tyre, për ta falur robin për gabimet që e kanë vonuar dhe për të kërkuar ngritje përmes adhurimeve, largimit nga gjunat dhe ky avancim, pra kjo shkuarje përpara apo kjo vonesë është krejtësisht në dorën e Allahut të përsosurit nga të metat e të lartësuarit. Fjala e tij sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pra në vazhdimin e hadithit ku thotë, "Wa anta ala kulli shay'in qadir." Siç e përmbyllim ajetin pra në surën Al-Imran. Dhe ti je i fuqishëm për çdo gjë, ose i plotfuqishëm mbi çdo gjë. Do të thotë çfarë dëshiron ti, ajo ndodh. Dhe çfarë ti nuk e dëshiron, ajo nuk ndodh. Si thon selefët në duan e tyre, çfarë ma sha Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Ajo që dëshiron Allahu është, ajo që nuk e dëshiron çfarë, ajo nuk është, pra nuk ndodh, nuk mund të ndodh. S'ka ndryshim gjendje, situate e as fuqi përveçse me Allahun. Dhe në këtë kontekst, thot Sheikh Abdurrazaku, edhe Imam Shafiu rahmetullahi alayh ka shkruar disa vargje poetike. Jam munduar t'i përshtas në shqipen time të dobët, por se gjua Imam Shafiu dhe arabishtja e seleve është shumë e lartë dhe ndoshta ka humbur diçka nga ajo nga rima, por se jemi munduar që të kapim thelbin e poezisë së Imam Shafiut. Ka thënë Shafiu, Allah më shiroft, çfarë ti do ndodh, qoftë vullneti im apo jo, çfarë dua unë, pa ty s'mund të bëhet jo. Ti krijove njerëzit sipas dijes tënde, sipas sa jetojnë, edhe i riu, edhe pleqt me mjekrën e bardhë. Ati i dhurove, e tjetrit ja ndale ndihmën. Ati i ndihmove, e këti nuk ja hape rrugën. Prej tyre ka fatlum e të tjerë të pikëlluar, ca të shëmtuar, e ca të bukur e të hijeshuar. Allah na bëft prej të bukurve, pra me bukurin e imanit dhe mos na bëft të pikëlluar dhe fatkeq si shkak i gjunave të tyre. Pra konkluzioni të shiku është se vërtet kjo lutje madhështore dhe e begat
që vjen në kontekstin e istighfarit, pra kërkim faljes, në të ka lajmërim për muslimanin se kërkimi i faljes kërkon nga ai që të vetë dijesohet, pra ndërgjegjësohet për llojet e gjunaheve që ka bërë, e sa të shumta janë ato tek ne. Qofshin ato të fshehta apo të hapura, të bëra me qëllim apo nga pakujdesia, teprimi e të tjera si këto. Pra çështja është tepër serioze vëllezër. Pra mos ta marrim fen Allahut si lojë, mos ta marrim si kalim kohë. Kemi kujdes nga shoqëria me njerëzit që na hutojnë, na shpërqendrojnë, nga ata që na bëjnë komplimente, na rrajnë krah, ndërkohë që ne i njohim mirë kusuret dhe mangësitë tona. Belil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Njeriu është më i dishëm mbi veten e tij, edhe pse sjell arsyetime, dhe arsyetohet dhe shfaqsohet. Mese do shfaqsohesh dhe arsyetohesh për Allahut ditën kur do të thuhet iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lexoje librin tënd. Mjafton vetja jote si llogari dhënës apo llogari marrës. I shpëton dot këtij libri? A i shpëton dot dy melekëve që janë vigjilent, njëri në të djathtë dhe njëri në të majtë, që shkruajnë gjunahet e tua dhe të mia natën dhe ditën, haptasi dhe fshehurasi? Ndaj turpërohu nga Allahu, friksoju Allahut, hiq dorë nga gjunahet, pendohu, mësoje pendimin me kushtet e tija, bëje sinqert për Allahun dhe merr dije të dobishme, se dija e dobishme është mburoj nga gjunahet. Ajo të ndihmon që ta veçosh Allahun në adhurim, ti bindesh dhe ti ruhesh, mos i të kalosh kufit e tij. Dija e dobishme që merret nga Kurani dhe Suneti sipas kuptimit të selefëve. Tubimet e dijes kemi nevojë që të pastrohemi to, që të edukohemi to, që t'i kurojmë zemrat dhe smundliqet që kemi në to. Pra robi i vëren llojet e gjunave që ka dhe i drejtohet Allahut të lartësuar me këtë kthim të madh dhe të begat. Pra kemi nevojë të mësojmë të dua profetike dhe të dim kuptimin e tyre. Jo thjesht i përsërisim ato mekanikisht, por të dim kuptimin, të dim fiqhun, që të na burojnë pastaj nga zemra, nga shpirti, që dhe toba jonë të jetë sinqert dhe na i pranoj Allahu lutjet. Duke lutur atë për atë përsosur në të lartësuarin që na i fali të gjitha këto gjunahe. Allahu ka urdhëruar profetin e tij alayhi salatu selam që të kërkojë falje në shumë ajete kuranore. Thotë i lartësuari fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin, sura Muhammed. Çfarë thotë? Dije pra se nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut dhe kërko falje për gjunahun tënd dhe për besimtarët dhe besimtarët. Dhe thotë i lartësuar në ajetin tjetër, fasbir inna wa'da Allahi haqq wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Prandaj bëhu i durueshëm, vërtet premtimi i Allahut është i vërtet dhe kërko falje për gjunahun tënd dhe lavdëroje Zotin tënd në mëngjes dhe në mbrëmje dhe në mëngjes. Siç gjunahet e tua i bën mëngjes e mbrëmje, ashtu dhe kërkimi i faljes do të jetë mëngjes dhe mbrëmje. Ashtu dhe falëndrimi, Allahu begaton mëngjes e mbrëmje, ashtu dhe lavdërimi, falëndrimi për të do të jetë mëngjes dhe mbrëmje. Në hadith thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu do të shtrin duart e tij natën që të pendohet gjunaqari ditës, dhe i shtrin duart e tij ditën që pendohet gjunaqari natës, dhe kjo derisa të arrijë shpirti ke gryka, ke gargara. Aty do nuk bën më dobi tobe. Pra tani është koha që të pendohemi. Dhe thotë i lartësuari fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Për emrave të tij. Prandaj ti lavdëroje Zotin tënd dhe kërkoj falje atij. Vërtet ai është pranues i pendimit. Pendim pranues, tawwaban, që pranon shumë. Ne gabojmë shumë dhe kthehemi ke Allahu me kërkim falje, me pendim. Ai na i pranon shumë dhe i do shumë ata që pendohen shumë. Kullu bani Adam khata'u, khairu khata'in tawwabun. Të gjithë bijtë Ademit thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë khata, që gabojnë shumë. Më të mirët e këtyre gabimtarëve janë tawwabun, ata që pendohen shpesh dhe shumë.
Allah në bëf prej tyre. Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allah më qëroft, ka thënë, vërtet që robrit ka nevojë për istighfar, kërkim falje, si të parët e tyre, ashtu dhe të fundit. Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë hadithin e saktë, ja ayyuhan nas, o ju njerëz, tubu ila rabbikum, pendoni tek Zoti juaj, fa walladhi nafsi biyadi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra. Ky pejgamber fisnik që do të bëj shefat për këtë njerëzim e lidhur me llogarisë, që janë falur gjunat e kaluara dhe gabimet e mbrapme, çfarë? Kërkonte, bënte tobe dhe istighfar, çfarë thot, o njerëz, pendoni te Zoti juaj, pash atë në dorën e cilit është shpirti im, vërtet u kërkoj falje dhe pendojmë tek Allahu më shumë se 70 herë në ditë. Ka për treguar shumë sasi. Dhe ka thënë alayhi salatu wassalam, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi kulli yawm 100 marra. Thot pejgamberi selam, me të vërtet, thot, më bëhet një lloj mbulese, thot, si mbulesa e plurit në zemër, dhe vërtet u kërkoj falje nga Allahu e pendohem tek ai 100 herë në ditë. Po zemrat tona si janë. Ai që ishte më i ruajtur nga gjunat, ishte i pari, flamurtari i veprat mira, në urdhrim për mirë, ndalim nga e keqe. Agjironte ditën e falej natën, ai sa i ënjteshin këmbët, ose i plasariteshin, i qashin këmbët nga adhurimi. Ai bënte istighfar 100 herë në ditë, më shumë se 100 herë në ditë, sallallahu alaihi wasallam. Ku jeni ne pra me istighfarin e Allahut subhanahu wa taala? Ai gjithashtu lutej dhe thoshte, o Allah, këtu e sjell pra të plot Sheikhul Islami hadithin që ne po komentojmë, o Allah, më fal gabimin tim, paditurinë time, teprimin tim në çështjen time dhe çdo gjë që ti e di më mirë se sa unë. O Allah, më fal gabimin tim të qëllimshëm dhe të paqëllimshëm, atë me shaka dhe atë seriozisht, dhe të gjitha këto janë tek unë. O Allah, më fal çfarë kam bërë më parë dhe çfarë do të bëj më vonë, çfarë kam fshehur dhe çfarë kam bërë haptazi, dhe atë që ti e di më mirë se sa unë, ti e i pari dhe i fundit, ose ti e ai që të ngre, edhe ti e ai që të ul dhe të lëmbrapa. Është përmendur thoshte Sheikhul Islam për Ademin alayhis salam, babain e njerëzimit, se ai kërkoi falje dhe u pendua tek Zoti i tij. E Zoti e përzgjodhi atë, ja pranoi pendimin dhe e udhëzoi, ndërsa për Iblisin, shejtanin e mallkuar, babain e gjindve, është përmendur se këmbguli dhe insistoi në gjuna, duke u kapur pas kaderit, për saktimit Allahut, dhe Allahu e mallkoi dhe e dëboi atë nga mëshira e tij. Pastaj thotë Sheikhul Islami, merre këtë këshill, pra thelbi i kësaj këshille thotë, pra ai që bën gjuna, pastaj pendohet dhe ndjen keqardhje, ai ngjan babait të tij Ademit, dhe kush i ngjan babait të vet nuk ka bërë padrejsi. Dhe nëse do ta përfundoni fjalën e tij, ai që bën gjuna dhe nuk pendohet, i ngjan shejtanit që insistoi në gjuna derisa e humbi shpresën nga falja dhe mëshira Allahu subhanahu wa taala, dhe u dëbua nga mëshira e tij deri në ditën e llogarisë. La ilaha illallah. Dhe ka thënë Ibnul Qayyim, Allahu mëshiroft, e vërteta e kësaj çështje është se robi është i nevojshëm për Allahun në çdo aspekt dhe në çdo pikpamje. Ai është i nevojshëm për të, për shkak të rububies, pra zotërimit të tij ndaj tij, për shkak të mirësisë së tij ndaj tij, për shkak të kujdesit të tij për interesat e tij dhe për menaxhimin e çështjeve të tij. Pra Allahu të do khairin e robit, robi Allahut. Ktheu ke Allahu, kapu për Allahun, ndihmou, kërkon ndihmë, kërkon sukses ke Allah dhe do të ta jap. Ai është i varur nga ai, pra nga Allahu, për shkak të ilahiyetit, pra veçimit të tij me adhurim, sepse ai është i adhuruar i tij i vërtet dhe i dashur i më i madh për të, pa të cili robi nuk ka drejtësi, nuk ka shpëtim, nuk ka lumturi as gëzim, përveç nëse Allahu është gjëja më e dashur për të, më e dashur se vetja e tij, familja, pasuria, prindrit, fëmijët e të gjithë njerëzit. Robi është i varur dhe i nevojshëm nga ai, për nga Allahu,
edhe për shkak të mbrojtjes së tij nga llojet e ndryshme të fatkeqësive, sepse nëse ai nuk e mbron, robi do të shkatërohej nga disa prej tyre. Po ashtu, ai ishte nevojshëm për të, pra robi ishte nevojshëm për Allahun, për shkak të faljes dhe mëshirës së tij, sepse nëse ai nuk e fal dhe nuk e mëshiron robin, vërtet nuk ka rrugë shpëtimi për të. Askush nuk ka për të shpëtuar përveç se me faljen e Allahut, dhe askush nuk ka për të hyrë në xhenet përveç se me mëshirën e Allahut. Pejgamberi selam tha, askush nuk do të hyrë në xhenet pa mëshirën dhe faljen e Allahut. I tha edhe ti e dërguar Allahut? Tha edhe unë. Nëse Allahu tha nuk më përfshin me mëshirën e tij. Prandaj duhet që kërkojmë Allahut pra na fal, na mëshiroj, ta memorizojmë ta hadith dhe këtë dua kaq të bukur dhe këtë istighfar kaq madhështor, dhe të lutemi të drejtohemi Allahut me të, të kthehemi tek Allahu me të. E mbyllim me këto fjalë, duke lutur Allahun t'i bëjë ato të bereqeshme dhe të mjaftueshme dhe të sinqerta dhe të dobishme për ne. Tham edhe herën tjetër, fjalët më të mira janë ato që janë të pakta dhe këshilluese dhe orientuese, jo ato që janë të shumta dhe na mërzisin dhe na rëndojnë. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam, wa sallallahu sallam wa baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.